Malet e Dibrës me qytetin e Peshkopis në prehër të tyre. Sot tërë qyteti ka fest. Në mes këtij gëzimi vijnë në rrethin e Dibrës sekretari i Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Presidiumit të Kuvendit Kombëtar Shoku Ramiz Alia, i shoqëruar nga kandidati i Biros Politike të Komitetit Qendror Kiriaku Mihali dhe shokët Jashar Menzelxhiu, Sulba Holli e Farudin Hoxha. Erdhëm të takohemi e të kuvendojmë së bashku, thot Shoku Ramiz. Mirë se erdhë. Në bulevardin Gjokdoçi për minuta të tëra ushtojnë thirrjet. Besa bes me partin sa t'jet jeta. Takimet nisin me delegatët e konferencës së 16 të Frontit Demokratik. Të dashur shok e shoqe, përfitoj nga rasti i mbajtjes të konferencës tuaj të Frontit që t'i sjell gjithë popullit të Dibrës përshëndetjet më të nxehta të partisë dhe të Frontit Demokratik dhe në mënyrë të veçantë përshëndetjet e shokut tonë të dashur Enver Hoxha. Populli i rrethit të Dibrës është një popull patriot, trim dhe punëtor. Këto cilësi ai ka treguar gjatë tërë historisë sonë kombëtare. Ato u shfaqën me një forcë më të madhe në luftën kundër fashizmit dhe tradhtarëve, u shfaqën në luftën dhe në punën për ndërtimin socialist të vendit tonë. Në vitet e partisë, me punën e madhe të masave punonjëse në Dibër kanë ndodhur ndryshime kolosale. Më parë klasa punëtore thuajse nuk ekzistonte, sepse në këtë rreth nuk kishte asnjë lloj industrie. Kurse tani, në rrethin tuaj, nxirret më shumë se 1/3 e sasisë mineralit të kromit të gjithë vendit. Konferenca tha, mes të tjerave, Shoku Ramiz do të ndihmojë për t'i dhënë një hovë të ri punës në të gjitha drejtimet, si dhe për forcimin e unitetit që ka lidhje me zhvillimin e luftës së klasave. Kjo përbën një detyrë bazë për Frontin Demokratik. Pasi foli për problemet të tjera, Shoku Ramiz përfundoi. Dibra, me punën tuaj, me përpjekjet dhe dijet tuaja, do të vihet shumë shpejt në radhën e rretheve më të përparuara në çdo drejtim. Roft populli punonjës i Dibrës, roft Fronti Demokratik, roft Partia e Punës së Shqipërisë dhe udhëheqësi i dashur i saj dhe i popullit ton, Shoku Enver Hoxha. Bulqiza, qyteti i ri i minatorëve, i ngritur në vitet e partisë. Minatorët janë këtu reparti sulmues i klasës punëtore të këtij rrethi. Pas dite vjen këtu Shoku Ramiz dhe shokët e tjerë që e shoqërojnë.
Në sheshin e bleruar nis biseda e ngrohtë me mijëra minator, kooperativist, të rinj dhe ushtarak. Ardhi e tij është një gëzim tjetër pas gëzimit shumë të madh që patën me letrën që u dërgoi Shokanver me rastin e 35 vjetorit të minierës. Shoku Ramiz foli ndër të tjera për punën e minatorëve, rezultatet e tyre të mëdha në nxjerrjen e kromit, si dhe në fund për gjendjen ndërkombëtare e për Kosovën. Të roi partia e Shokanver, roft klasa punëtore bulqizës, mirupafshim shok minator. Nga Kërçishti e Pocesti, nga të 16 shatrat që me të drejtë quhen këtu Myzeqeja e Dibrës, si dhe nga postat e kufirit janë mbledhur në maqellar në lirishtën plot hije. Shoku Ramiz është përsëri mes dibranëve të gëzuar. Mirë se erdhe tek ne, roft Sakorabi i Shoku Enver. Sa mirë që u takuam, thot një tjetër. Secili ka dëshirë të flas e të thot atë që i thot zemra. Shoku Enver më that ju bëj të fala, shumë të fala nga anë e tij. Duke vlerësuar lart ndjenjat patriotike të këtij populli, si në luftë ashtu edhe në ndërtimin socialist, Shoku Ramiz u ndal në problemet e zhvillimit ekonomik të kësaj zone të blegtorisë e tjera. Edhe në Zaldardh janë mbledhur nga Lura e Reçi, Kalaja e Dodës e Muhuri. Populli i kësaj zone tha mes të tjerave Shoku Ramiz, ashtu siç ka qenë luftëtar i lirisë, si edhe për ndërtimin socialist të vendit, është e do të jetë luftëtar i vijës së parë për mbrojtjen e atë dheut. Na dërgoi Komiteti Qendror i Partisë dhe Shoku Enver të bisedoj me ju, dhe ne do t'i raportojmë Komitetit Qendror dhe Shokut Enver mendimet tuaja, ndjenjat e dashurisë pa kufishme për partinë, patriotizmin e madh dhe optimizmin për realizimin e detyrave. Përcjellur me dashuri nga populli i rrethit të Dibrës, pas 3 ditësh, Shoku Ramiz largohet. Mirupafshim sërish, u dhe mbar, të fala Enverogjës, thot populli. Tashmë është Kuksi që prej të vijë Shoku Ramiz, i shoqëruar nga shoku Kirjaku Mihali, si dhe Farudin Hoxha e Mehmet Karakushi. Kjo vajzë me tirqe Xhamadan, si një shote Galica, i uron mirëseardhjen. Shoku Ramiz takohet me Selim Shehun, Xhem Cahanin dhe shumë të tjerë.
Valja dhe kënga qelin rrugën mes bulevardit të rrethuar prej njerëzve. Mijëra banor janë mbledhur në sheshin e qytetit në këtë miting të madh. Dashur shok dhe shoqe të rrethit të Kukësit. Jam shumë i gëzuar që ndodhem midis jush, punojësve dhe popullit Kukësit. Me këtë rast, me lejoni që në emër të Komitetit Qendror të Partisë, të Prezidiumit Kuvendit Popullor dhe personalisht në emër të udhëheqësit ton të dashur, shokut Enver Hoxha, t'ju sjell përshëndetjet dhe urimet më të mira. Është një rreth me traditat lavdishme patriotike. Populli i Kukësit është luftar i vendosur për jetën e re, besnik i vijës dhe i mësimeve të partisë, ndërtues dhe mbrojtës aktiv i socializmit. Shumë armiq të jashtëm kanë shkelur në këtë anë, por ashtu si gjithë populli shqiptar, edhe populli i rrethit Kukësit ka qëndruar kurdoherë më këmbë e ballëlart. Ka luftuar me trimëri të rrallë për të mbrojtur nderin, lirin dhe pavarësinë atë dheut. Qyteti i ri i Kukësit, thanë ndër të tjera shoku Ramiz, kjo vepër e madhe dhe e bukur e popullit është shfaqje e jetës sonë të re, të garantuar e të lumtur që solli socializmi. Më pas ai u ndal në problemet e zhvillimit ekonomik, arsimor e kulturor të këtij rrethi, në zhvillimin e degëve të industrisë, bujqësisë e blegtorisë, në perspektivat e mëdha që i hapen përpara në sajt kujdesit madh që tregon partia. Duke folur për kontrastet e mëdha të shoqërisë sonë socialiste me botën e kapitalit, ai theksoi se Shqipëria është një vend i stabilizuar që mbështetet në këmbët e veta. Ju uroj që të jeni sikur do herë, luftëtar për ndërtimin e socializmit dhe mbrojtjen e atë dheut, që me punën dhe djersën tuaj, t'i çoni edhe më përpara traditat patriotike e revolucionare, që të ecni sikur do herë, me besnikëri në rrugën që na tregon partia dhe shoku Enver Hoxha. Partia e punës e Shqipërisë dhe udhëheqësi ynë i dashur shoku Enver Hoxha, rroft të popullit të ri me punëtor i Kukësit, lavdi marksizëm-leninizmit. Tërë qyteti gëzon në këtë fest. Kënga dhe vallja vazhdojnë gjerë në mbrëmje. E të ngjan se në këtë fest, në këtë kuvendim jeton gjithë qyteti, së bashku me heronjtë të lapidarët që mbart në gjirin e vetë. Shishtaveci pran vijës së kufirit, nga çdo cep të zësyri bukurinë e kullotave malore.
qendra banor të Topojanit, borje se Zapodit, kanë ardhur të presin shokun Ramiz. Qielli është mbrejtur, nga malet e lartë të Kallabakut vejën e shkarkojnë shi, por atmosfera e bisedës është e ngrohtë, plot diell. Jam shumë i gëzuar, nis fjalën shoku Ramiz, që jam këtu, në kooperativën tuaj, që mban emrin e shokut tonë të parohuar Ysni Kapo, militantit besnik të popullit tonë dhe bashkëpunëtorit shumë të ngushtë të shokut Enver. Gjithashtu u organizua në Kukës dhe takimi me kuadrët e partisë së pushtetit dhe organizatat e masave në rreth. Mendimi i ri shkencor, theksoi shoku Ramiz, mendimi i ri revolucionar duhet të ndihet të dominojë në të gjitha fushat e zhvillimit ekonomisë në rreth. Organizata e partisë ka forca të mëdha e çdo komunist duhet luftojë më shumë për terren, të jetë militant revolucionar i saj. Hasi në krumën e re të bukur në zemër të tij, me fushat e malit ku ka luftuar Bajram Curi, Hasan Prishtina, e Shote Azem Galica e qindra të tjerë. Edhe këtu ka nisur kuvendi. Hasianët flasin për rezultatet e tyre dhe përpjekjet për të vënë jetë porosinë e shokut Enver për ta bërë krumën një myzeqet vogël. 13 vjet më parë, shoku Enver dhe unë fillon bisedën ai. Kemi qenë këtu. Shoku Enver më porositi në mënyrë të veçantë të sjell përshëndetjet dhe të falet e tij të përzemërta. Më pas, shoku Ramiz theksoi detyrën e rëndësishme për forcimin e unitetit. Një çiftëli nga populli i Krumës me rastin e 75 vjetorit të datëlindjes të udhëheqësit të dashur të partisë, shokut Enver Hoxha. Pas 2 ditëve, i përcjellur nga banorët e Kukësit, shoku Ramiz largohet drejt Tropojës. Përpara liçeni i ri i Kukësit, i krijuar nga vepra e Fierzës. Mbas kodrinës mbi urën e qytetit Kukësit, në breg të liçenit të gjithë i përshëndesin, por përcjellja e popullit kuksian s'ka mbaruar. Ajo vazhdon edhe me fshatarët që kanë dalë këtu, në përkodra buzliqenjsh, në Kalimash, Shikaj e Kostur. E tërë Tropoja gëzon. Tropojanët kanë mbushur në çdo cep shetitoren e qytetit Bajram Curi, duke pritur shokun Ramiz Alia, të shoqëruar nga shokët Qiriaku Mihali, si dhe shokët Farudin Hoxha e Skënder Doçi. Mirë se erdhët në Tropoj, mirë se erdhët në Bajram Curi, i thot veterani Mal Sadik Malaj. Malësia e Gjakovës ka qelur zemrat për partinë dhe për shokun Enver, i thanë banorët shokut Ramiz. Mirë se ju gjeta, shoku Enver ju bën shumë të fala e të ketë shëndet samanet për këtë popull e për këtë parti. Para të gjithëve, në mes të sheshit, ngrihet statuja e plakut maleve, heroi të popullit Bajram Curi.
në këtë amfiteatër natyral, artistët tropojan japin koncertin e tyre. Këngë e valle, se një buqet lullëzon nga vallet e Gjakovës, e Enver Hoxha o të një tjeta, me ty jena sa tjet jeta. Masivet me gështenja, kaq të njohura e karakteristike për Tropojën. Kanë ardhur të gjithë në këtë kuvent, në këtë shesh plot freski, ku mblidhen gjithnjë për festat e tyre. Popull i rrethit Tropojës, të dashur shokë dhe shoqe. Jam shumë i gëzuar që ndodhem sot midis jush, popullit patriot, luftëtar dhe punëtor të Tropojës, i cili, si në vitet e zjarta të luftës nacional-qërimtare, ashtu edhe në vitet e pushtetit popullor, ka qëndruar i bashkuar grusht rreth partisë dhe mban lartë këtu, në skajin verior të vendit, flamurin e kuq të socializmit. Rrethi i Tropojës, tha ndër të tjera Shoko Ramis, është një shembull i atyre shndrimeve madhështore që janë bërë në epokën e partisë. Ajo për të cilën shkrin jetën e luftuan patriotët e mëdhenj që nga vëllezërit Frashëri e Gjertek Bajramçuri, është bërë sot realitet në atë shkallë që ata as që mund të andronin. Partia jonë në kushtet e situatat komplekse ndërkombëtare, vazhdoi ai, ka luftuar gjithnjë e papushim kundër imperializmit amerikan, social-imperializmit sovjetik dhe gjithë forcave të tjera reaksionare. Në të njëjtën kohë Shqipëria zhvillon marrëdhënie diplomatike me rreth 100 shtete. Ajo ka vendosur marrëdhënie të fqinjësisë mirë me Italinë, Turqinë e Greqinë. Ne dëshirojmë të kemi marrëdhënie të fqinjësisë mirë edhe me Jugosllavinë, e cila duhet të zgjidhë së pari problemin e Kosovës. Rruga e zgjidhjes problemit Kosovës nuk është ajo e sulmeve dhe akuzave kundër Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, as ajo e dhunës dhe e shtypjes që po ndiqet ndaj shqiptarëve, që të qetësohet Kosova e bashkë me të gjithë Jugosllavia. Duhet të zbrazen burgjet e të ndërpritet dhuna shoviniste. Shoko Ramiz shprehu bindjen se populli i Tropojës, se i gjithë populli, do të qëndrojë kurdoherë vigjilent, grusht bashkuar rreth partisë. Roft populli trim, punëtor e patrioti Tropojës. Roft partia jonë e punës, frymëzuesja dhe organizatorja e udhëheqësja e tërë fitoreve të sotme dhe të ardhme. Roft samalet tona, udhëheqësi i dashur i partisë dhe i popullit ton, Shoku Enver Hoxha. Lavdi marxizëm leninizëm. Dragobia. Këtu, pranë rrjedhjes Valbonës, erdhi Shoko Enver më 1970. Këtu rodhi biseda shtruar si ujët e kthjellët të Valbonës, gjumë me popullin. Ky betim historik ka mbetur i përjetshëm në zemër të këtyre maleve me këngë. Mirë se keni ardhur, dhe malet janë gëzuar.
Gëzohem shumë që po takohemi përsëri këtu në Dragobi. Pasi informohet për jetën dhe transformimet e mëdha që janë bërë, sidomos pas vajtjes së Shokut Enver më 1970, Shoku Ramiz vlerësoi lart arritjet e kësaj ekonomie. Ju uroj suksese, qofshi shëndosh e u dëgjofshim gjithë një zënë mirë. Një lahut për ditëlindjen e Shokut Enver nga populli i grykave të Dragobis. Një vizitë në kullën e Mitsokolit, e trimit legjendar që ngrihet si një monument midis maleve. Pëllëmbe heroizëm në këto male epike, pëllëmbe gjak për këto troje, populli heronjve i ngriti në këngë, në lapidar. E në çdo bised ka diçka për heroizmin, edhe këtu në këtë kuvendim në fshatin Tropoj. Përsëri mes një pylli gështënjash, mes kooperativistësh, ekofitarësh, gjeologësh e ndërtuesish, ushtarakësh e nxënësish të zbritur nga Padeshje e Papaj, nga Gegaj e Vicidoli. Gjendja ndërkombëtare, thames të tjera, Shoku Ramiz kërkon vigjilencë e gatishmëri të lartë luftarake për t'u përgjegjur situatave. Kjo kërkon forcimin dhe çelikosjen e mëtejshme të unitetit. Shoku Ramiz zhvilloi gjithashtu dhe një takim me kuadrot e rrethit Tropojës. Me peisazhin e pikë të këtyre maleve, syri të ndesh gjithnjë me fshatra alpin që çdo ditë bëhen edhe më të bukur. Në këto lartësi e ngriti partia dhe Lek Bibajin, këtë fshat dikur të humbur, zhytur në varfërinë dhe skamjen më të madhe. Leqët e kësaj jane kanë që të thonë për të kaluarën e hidhur, si dhe për gëzimin e madh e jetën e re që u solli partia këtu majmaleve. Shoku Ramiz bisedon me këta fshatar gjuhë me gjuhë, ku vendon me ta, shtrohen detyra për të ecur më përpara në çdo drejtim. Pas një udhë të gjatë mes maneve të Dibrës, Kukësit e Tropojës, plot takime të gjalla mes popullit, Shoku Ramiz përcillet nga banorët e Bajramcurit. Rrugë të mbarë i çoni nga ne të fala Shokut Enver.